Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në Pardon My French. Ju dëgjuat siglën dhe Arbri tha jemi treshja. Por sot në fakt vendosi të na linte vetë mua dhe Lej në këtë pjesë të parë të programit, sepse vendosëm që në këtë puntatë të sotme shumë speciale për ne të jemi goca, të bukura, të suksesshme. Kam të drejtë kur them kështu? Ta arritur. Mirë se vini në Top Albania Radio. Tre zonja të nderuara janë Klodiana Toptani, Nora Malaj dhe Nereida Bicaku që vinë nga Global Women Diaspora. Mirë se vini në Top Albania Radio. Mirë se u gjetëm. Mirë se u gjetëm. Si ndini këtu në këtë radio, me gocat së bashku? Në fakt, Albanit i duhet themi që ai do ishte Beati Traledone. Po, nuk e pati më këtë fat dhe ne ndjehemi si në shtëpinë tonë. Po do t'ju bëjmë dhe ju të ndjeheni zonjat e shtëpisë. Në gjithçka që do trajtojmë. Sa të mira. Kur bëra prezantimin fillimisht, është zonja të bukura, të suksesshme dhe jo më kot jemi sot këtu. Pas 10 vitesh eksperiencë shumë e mirë me gra të cilat bëhen bashkë për një qëllim shumë të mirë. Sot do të flasim për një konkluzion i cili përmbush të gjitha qëllimet e Global Women. Nereida do të na flas pak më tepër në lidhje me këtë, duke qenë se është edhe drejtoresha e Global Women Diaspora, Global Women Foundation dhe je shumë e angazhuar, sidomos tek ajo që mezi po presim që do të ndodhë në datën 25 dhe 26 prill në Tiranë. Summitin. Ne thuj pak për këtë summit. Kemi një summit shumë të rëndësishëm në fakt dhe Nereida do ndaj me ne të gjitha ato që duhet të dim, por fillimisht e nisim nga Global Women, pse po ndodh tani ky summit dhe ndoshta që nga gjeneza, sepse unë e preka pak që thash u bën 10 vite tashmë, por ka edhe një qëllim të caktuar. Shiko, summiti vjen nga bindja se kur ne fuqizojmë gruan, kemi fuqizuar gjithë shoqërinë, si hapi i parë. Pastaj patjetër i referohemi dhe 10 viteve të Global Women, 10 vite sistematike dhe të suksesshme, duke përmendur që ka 30 klabe në të gjithë botën, pra ndërkombëtare, dhe duke përmendur që ka dhe gjithashtu mbi 30.000 anëtar të anëtarësuar që janë pjesë e kësaj platforme. Të gjitha gra të cilat janë frymëzuar dhe janë bërë pjesë e këtij rrjeti të suksesshëm, duke dhe përfituar gjithashtu nga ky rrjet i Global Women. Në Shqipëri ka qenë Global Women Club Albania. Po. Tashmë jemi ndërkombëtar. U bë diaspora me qëllimin e vetëm që të bëjmë bashkë të gjitha gratë shqiptare nga të gjitha trevat shqiptolsa, për t'i dhënë zonë në gjuhën shqipe asaj që ato duan të transmetojnë, të sjellin sfida, sukseset e tyre, arritjet për të ruajtur kulturën dhe traditat e vendit tonë, dhe për të transmetuar ato në çdo vend të botës, sepse kjo ndërlidhja që mundson Global Women Club i mundëson gratë që të lidhen dhe të ndërveprojnë me njëra tjetrën, të rrjetëzohen dhe të mësojnë dhe të përqafojnë dhe kulturat e njëra tjetrës. Çfarë dallon nga vendet e summit nga çdo event tjetër për gratë shqiptare? Jam kurioze. Summiti në Tiranë, summiti Global Women Club është i pari për nga lloji i tij. Duke marrë parasysh që do të bëj bashkë trevat shqiptolsa, pra diasporën, Shqipërinë, Kosovën, emra të njohur të grave, por dhe burrave gjithashtu, të cilët kanë shprehur dëshirën që të jenë pjesë e këtij summiti, si frymëzues dhe fuqizues të gruas, gjithashtu. Edhe një suport shumë i madh, Më në fund të tregojmë që gratë bëhen bashkë, se gjithmonë kanë akuzuar dhe kanë thënë që gratë nuk bëhen bashkë, por dhe kanë xhelozi zysha me njëra tjetrën, por jo, nuk është ky rasti. Xhelozia është pjesë e qenies njerëzore në natyrën e tij, kur njeriu do të bëj karrierë, karriera shoqërohet edhe me atë që quhet forca e fjalës, forca e idesë, forca e mendimit, forca e produktit që nxjerr edhe dëshira për të bërë bashkë më pas për treguar gjithë eksperjencat. Ajo që unë doja të veçoja është pikërisht bëhet për të parë, bëhet në 10 vjetorin e Global Women, i cili u ideua dhe u krijuar nga një shqiptare shumë e nderuar që është Mirela Sula, e cila mori iniciativën, shkoi në botën perëndimore dhe kuptoi që forca e grave shkon përtej forcës së identitetit të saj dhe personalitetit, kur arrin të realizojë dhe të mbledhi burra dhe gra nga gjithë bota. Më pas u kuptua dhe u tha që gruaja flet me vepra, po flet dhe me gjuhën e fjalës. Dhe u mendua pikërisht nga Nereida dhe Linda që të krijohej ky lloj
partneriteti, bashkimi I grave shqiptare, shqipfolse në të gjithë diasporën. Prandaj u quajt Global Women Diaspora. Për treguar që gratë janë vizionare në biznes, në nevojën që kemi për meditim, në nevojën që kemi për socializim, në nevojën që kemi për të shtrirë së bashku të gjithë ato që quhet rrjetet e komunikimit, për të dhënë dhe për të marrë për te produktit, por edhe iden, por ndërkohë nga ana tjetër ky summit del I veçantë sepse nuk ka vetëm gra, po gra dhe burra, që do thot, dikur klubet ishin të burrave. Sot janë klube të cilat marrin siç kemi businessmen, ashtu kemi edhe klubet e grave që janë businesswoman, që do të thot gruaja ka ndryshuar stereotipin e saj dhe tashmë futet fuqishëm në botën e biznesit. Shpesh herë thuhet që mendje gruaje, dhe mendje gruas do të thotë që ajo të krijoj, të ideoj, të ngacmoj, dhe pikërisht në summitin e 2 ditëve ne do shohim ide brillante, që janë jo vetëm nga Shqipëria, por janë dhe nga diaspora, mendjet e njerëzve të cilët realisht do të na mprehin mendjen dhe do të na lëmojnë shpirtin. Po mund të japin dhe ndonjë shkëndi. Absolutisht do na japin shkëndi zhvillimi dhe besoj që Klodin për shembull e kemi një nga gratë më të suksesshme në Shqipëri, një nga zonjat që arriti të çaj shumë gjëra dhe që sot është një nga sfidantet për të treguar përtej asaj çfarë paraqet në identitetin e saj, ashtu si dhe në Rajda janë vinë të dyja gra nga bota e biznesit, se unë si përkas botës së biznesit, I përkas botës së ngritjes shpirtërore dhe prandaj alternohen bashkë për të kuptuar, dhe gërshetohen shumë mirë. Gërshetohen mirë për të kuptuar se cila nga ne bën atë që ditë bëjmë më mirë dhe ne jemi puzzle I bukur I botës që ka nevojë që ardhmja të jetë ndritur. Te Klodi do ndalesha pak duke qenë se është edhe ish presidente, të gjitha sakrificat e tua sa I përket sipërmarrjes edhe biznesit, por edhe përvojën tënde me Global Women, do doja që ta ndaje pak me ne, sidomos pjesën e fillimit. Domethënë edhe duke qenë se kanë kaluar disa vite tashmë ti e sheh edhe këtë zhvillimin. Duke qenë se po vim edhe në një summit, do të thotë që hapa shumë të rëndësishëm janë bërë. Në fakt do ta nisja fillimisht në 10 vjetorin e Global Women dhe sot Global Women Diaspora. Pse? E parë dhe nga këndvështrimi I një biznesi, 10 vite do të thotë shumë. Pra do të thotë që ti e ke kaluar stadin e sitës, pra je I suksesshëm. Dhe për mua, ky klub është shumë I suksesshëm. Unë si natyrë jam natyrë që përzgjedh, pra nuk shkoj në çdo vend. Përzgjedh sepse vetë figura ime ka qenë një figurë, domethënë e rritur me shumë kujdes. Më është dashur ta bëj këtë, sepse dhe vetë ambienti këtu nuk është aq I thjeshtë. Për të ardhur aty ku jam nuk ka qenë aq e thjeshtë. Sidomos sa I përket grave në biznes apo jo. Patjetër. Jo vetëm në biznes, po për të ardhur në biznes ju të duhet të hapësh shumë dyer, që ka raste mund të jenë dhe jo të mbyllura, po në ato hermetike. Dhe ti përzgjedh ose ti bish me kokë, ose ta hapësh ose të ndryshosh rrugë. Këtë që kam bërë unë, kam përzgjedhur ushqitën ose rrugën më të mirë. Dua të ndaloj pak ke Global Women Diaspora, sepse mendoj që vlen për t'u theksuar. Është një gjë e rrallë, është një gjë që na përket gjithëve ne, patjetër e ideuar nga Mirela Sula dhe me një mbështetje që për mua është një grua e rrallë, Linda, që unë kam I keq zemre. Dua ta them gjithmonë këtë, sepse të gjithë ne duhet të themi dhe duhet të jemi mirënjohës për ato njerëz që na e ngjet momentet e caktuara, hapa vërtet. Dhe kjo është një gjë fantastike sepse ne do ndajmë me njëri tjetrin jo vetëm opinione, po do ndajmë standarde, do ndajmë vlera, do ndajmë jetët tona. Të gjithë ne kemi pasur rrugtimin ton, I cili nuk ka qenë asnjëri, jo vetëm unë, po të gjithë me uljet e ngritjet. Jeta është kurb, nuk I ka ardhur asnjëri drejt. Dhe ato kurbat janë të mira që ne t'i dimë, t'i kalojmë ke fëmijët tan, që mos bëjnë gabimet tona, dhe njëjta gjë siç thamë më përpara shkëndia, neve mund të jemi ndoshta shkëndi për dikë në atë moment. Për dikë që ndoshta nuk e ka menduar ndonjëherë që e ardhmja e tij mund të jetë apo e saj. Shiko, ka numër do të jetë mund të jetë dhe më e ndritur. Ka numër modelet, prandaj shoqëria është në kaos. Dhe unë mendoj që ne duke kthyer modelet, duke kthyer vlerat, patjetër që do rrisim fëmijë të mirë. Dhe duke rrit fëmijë të mirë, do rritim një komunitet të mirë.
që do jetë i duhur i për të ardhmen. Biseda është shumë interesante, ne do ta vazhdojmë menjëherë pas publicitetit, sepse kemi ende për të diskutuar për këtë eveniment shumë të rëndësishëm që do të ndodhë në Tiranë në 25 dhe në 26 prill. Vjojmë bisedën tonë, jemi me gra të suksesshme, të bukura, të cilat janë bërë bashkë dhe kanë 10 vite tashmë që janë bashkë për të fuqizuar rolin e gruas. Megjithatë është një pyetje zyshnora e cila në fakt ngre disa dilema, po duhet i qartësojmë, duhet i qartësojmë ato. Çfarë dallon Global Women Club Diaspora nga nismet e tjera për fuqizimin e gruas? Duhet të di. Ka 3 elementë do ta quaj unë që e dallon. E para është një nimsm që bëhet nga zonja dhe zonjusha shqiptare dhe që kanë kontribuar dhe treguan që ky model ishte shumë i suksesshëm në botë. Pra, krijuan për herë të parë klubin e grave, që do të thotë klubi i antareve, të cilat mbasi bëjnë një kuotim të tyre, janë në gjendje që në të gjithë botën të krijojnë rrjetin e tyre për të marrë ide, për të dhënë ide dhe për të realizuar pritshmëritë, të cilat në summit do të shfaqen dhe do të kenë mundësinë që secili nga ata që ka dëshirë të niset në botën e biznesit, ka dëshirë të realizojë diçka, ka dëshirë të gjej tregje të reja, ose mjafton të ketë edhe një ide. Mjafton të ketë edhe një ide, mund të gjendet ajo që shpesh thuhet, nga ëndra në realitet një hap i ndan, po shumë e rëndësishme me kë e hapin dhe se si mundet mentorët të ndihmojnë që ti të jesh në gjendje të zhvillohesh. E dyta është summit që bëhet për herë të parë jo nga shteti, ne kemi dëgjuar shumë summite, kurse ky është summit që përbëhet nga këto zonjat e mrekullueshme që shihni këtu dhe nga ajo që unë do ta quaja njeriu mbështetës dhe kryesor që është Linda Prendi. E nënvizoj sepse Lindën e kam pas studenten time të psikologjisë dhe që në kryet herës kur shpesh herë më pyeste, ishte një mama me 2 vajza që e bëri fakultetin në kushte shumë të vështira dhe që qaus shumë fort dhe sot është një nga sfidantet dhe është një nga figurat në media e cila ka dalë në revistën Forbes dhe është përzgjedhur si figura më e rëndësishme shqiptare, ashtu se dhe Mirela Sula për herë të parë një shqiptare që fiton vendin e parë në LinkedIn, që do të thotë në një nga platformat më të rëndësishme, tregon që krenaria jonë duhet të jetë të lidhjeve, tregon që krenaria jonë e këtyre njerëzve të cilët tashmë mbartin gjithë vlerën e tyre duhet të jetë pjesë e gjithë shqiptarisë dhe jo vetëm shqiptarisë, po gjithë të rinjve dhe të rejave. Dhe unë mendoj që teksa shikoja Lindën me energjinë e saj dhe me dëshirën që më thirri dhe më tha Zysha, siç flet ajo Zysha. Më uli këtu përballë dhe më tha unë do ta bëj. E kam ndar bashkë mendjen me Nerajdën që ne do ta bëjmë. Duam të na bashkohesh ti. Klodin e kemi me vete dhe kështu bën shumë e shumë zonja dhe zonjusha dhe e treta që unë do ta quaja emërusin e përbashkët, të gjitha gratë që do vinë aty nuk kanë luftë brenda tyre, po kanë empati për njëra tjetrën, sepse këto përbëjnë puzzle-in e bukur të fuqizimit të gruas jo në teori por realisht, në pra praktik. Që do të thotë, nëse ti ndërton një gjë vet, ti bëhesh një oponente shumë e mirë e qeverisë për të bërë zhvillime më të mira, ti ke mundësi të promovosh të gjithë të rinjtë dhe të rejat që të bëhen pjesë e ideve të tyre brillante për të krijuar rrafet e tyre të komunikimit dhe ti botën e madhe e sjell ke kjo bota jonë e bukur shqiptare për të kuptuar që nëse themi do jemi pjesë integrale e familjes europiane, me këtë summit ne bëhemi pjesë integrale e familjes botërore, që do të thotë në 36 vende po atë ditë flasin për summitin shqiptar. E kuptoni çfarë bëjnë gratë, me pak gjë mund të realizojnë një produkt që është i jashtëzakonshëm. Që është për te Edhe me kufive shumë dëshirë. dhe për te kufive dhe ka zër shumë të fuqishëm. Ida, Nerajdës i thrasim Ida shkurt, njerëzit e saj të dashur, më lejon nëse mund ta bëj dhe unë këtë. Do doja të dija në fakt se cili është vizioni afatgjatë i Global Women Diaspora, edhe si lidhet ky summit. Pra, kjo le të themi është nisja dhe pastaj do të kemi një zhvillim apo jo? Shikone, Global Women Club, le të ta fillojmë që të paktën kur kam ardhur që jam për pjesë e klubit, që kam rreth 1 vit e gjysmë, unë kam filluar me Prishtinën si fillim, si drejtore e Prishtinës. Me thënë të drejtën është fisë shumë e madhe, sepse nuk është se kisha ndonjë lidhje me Kosovën dhe me Prishtinën. Dhe realisht pra nuk ishe e njohur me terrenin atje. Por si ato gratë të cilat i ndërmarrin sfidat dhe nuk kthehen pas, dhe nuk thonë jo,
realizuar eventin e parë në maj të 2024-s me presidenten e Kosovës, zonjën Vjosa Osmani, të cilën e falenderojmë pjesëmarrjen në atë event, ku bëri bashkë të gjitha gratë e fuqishme të Kosovës, por duke mos dashur të diferencoj se të fuqishme ne i lidhim me pozicionet apo postet të caktuara, bizneset që ato udhëheqin, kishte edhe gratë, të cilat janë pjesë e administratës shtetërore apo dhe që kanë dhe punë të thjeshta, të cilët vërtet shprehën mendime dhe feedback shumë pozitiv në lidhje me atë event, për energjinë që u transmetua, për figurat që folën dhe për fuqizimin që ato si thua i transmetuan në atë event. Tani kur themi fuqizim, ne nuk është se fuqizimi ndodh gjatë eventit realisht, por fjala që ne përçojmë, mundësia që japim, problematika që adresojmë dhe zëri që përçojmë dhe lidhja që bëjnë gratë me njëra tjetrën mund të jetë suport shumë i madh për avancimin e tyre. Pastaj është networku, që është shumë i rëndësishëm, që duhet ta kuptojnë sepse pjesa më e madhe ose një pjesë e mirë nuk e kuptojnë që në këto klube kur vihet dhe bën pjesë, ti nuk është se do shpenzosh atë kohën dhe e ke të humbur, por networku që ti merr aty mbrapsht, lidhjet që ti realizon me gra të fuqishme nga biznese, nga rrjete të ndryshme, të ndihmojnë ty për diçka tjetër nesër që ti mbas nuk e ke ditur fare që mund ta gjeja. Ky summit, i cili po ndodh për herë të parë, edhe është, nuk e di, më kapin shumë emocionet kur flas për fuqizimin e gruas, se kam shumë për zemër këtë tematik. Do të ndodh në 2 ditë dhe ata që po dëgjojnë tani Top Albania Radio ndoshta janë kurioz të dinë se si do të zhvillohet ky summit në këto 2 ditë, cilët do të jenë panelet, temat që do të trajtohen, pastaj do kalojmë tek Klodi, duke qenë se është njëra nga panelistët dhe Zysha po ashtu. Pra temat që do trajtohen, pra a mund vi kushdo që ka dëshirë t'i bashkohet këtij samiti apo klubit Global Women Diaspora, këto detaje të cilat mund të ndihmojnë dikoj që po dëgjon tani dhe mund të jetë shumë kurioz në lidhje me këtë, por edhe unë se kam shumë dëshirë, se kam ide dhe dua të zhvillohe. Ne UBK që e kemi reflektuar në rrjetet sociale, do të thënë aty ku mund të marrin informacionin e parë, të futen te Global Women Club Diaspora, dhe të shikojnë se si ato mund të marrin pjesë nëpërmjet prerjes së një bilete online apo dhe numrit të kontaktit që ne kemi vendosur në dispozicion, duke u bërë pjesë si pjesëmarrës. Ndërkohë panelet që janë ndërtuar, temat që janë përzgjedhur janë bazuar gjithmonë për ato nevoja që ka më shumë për të transmetuar në shoqëri, duke i prekur të gjitha temat që janë sensitive dhe që vërtet transmetojnë diçka. Gjithashtu, panelistët janë përzgjedhur bazuar karrierës së tyre, kontributit të tyre, vlerave që ato transmetojnë në shoqëri. Kemi figura të ndryshme që përçojnë. Kemi shumë figura. Figura biznesi, figura nga politika, po ashtu edhe nga diaspora, që janë gra të cilat organizimi më i vështirë, domethënë pjesa më e vështirë e organizimit ka qenë koordinimi me diasporën, sepse ato kanë, le të themi, mënyrë funksionimi ndryshe nga ne. Nëse ne kemi pak më të shpejt kohën e reagimit ose më të shkurtër për kur dërgojmë një ftesë dhe kur ndërtojmë këto panelet, ato e kanë pak më të gjatë planifikimin dhe vërtet kanë përzgjedhur që të jenë pjesë e këtij samiti njerëz të rëndësishëm të ambasadave të ndryshme, të shteteve të ndryshme, siç është Athina, Malizi, Zvicra, Kosova, Shqipëria gjithashtu se bëhet këtu e tjerë. Dhe pastaj kjo është një vizioni është që të zhvillohet. Vizioni që zhvillohet dhe pas summitit këtu ne do kalojmë nëpër vendet e tjera që kemi planifikuar se Zysha dhe Idis të kemi. Pastaj do transferohet summiti në vende të ndryshme diasporës apo jo. Summiti i radhës pastaj që bëhet është në Londër, por është i Global Women Club, që është i përgjithshëm. Pra, ne summitin e mbyllim këtu, që është për diasporën, duke vijuar pastaj vitin tjetër. Por pas summitit të diasporës ne kemi plane për të bërë eventet e radhës që do jenë sërish në diasporë, për të bërë bashkë ato pjesën tjetër të trevave që ende nuk kemi arritur të prekim që nga momenti që u lançuam si Global Women Club Diaspora. Shumë interesante. Që janë Londra, që është Gjermania, Italia, Gjermania e prekëm, po janë këto vende të tjera, vendet e pjesës së Europës. Duam të shkojmë në çdo vend që t'i bëjmë bashkë, që t'i ftojmë dhe të jenë pjesë e Global Women Club Diaspora. Të gjithë gratë e trevave shqiptare. Në Amerikë, Leila. Po në Amerikë, në New York, në New York, në Kaliforni. E kemi në plan shumë se Lein e kemi gocë Amerike. Dhe jam duke ju dëgjuar me shumë pasione, sepse është gjë shumë e bukur që të bëni gjithë së bashku dhe të krijoni mundësi të reja. Dhe Lei po ashtu është vajza e një business woman të suksesshme në Amerikë, kështu që është shumë interesante kjo. Kështu që jo, po i dëgjoj me shumë pasion. Dhe kemi pasur shumë gratë
që kanë emër që jetojnë në Amerikë, që mua më kanë kontaktuar dhe më kanë thënë Nora si do ta bëjmë që të vijmë të japim ne kontributin ton. I kam treguar rrugën dhe jemi ende në pritje, asgjë nuk është mbyllur nga ato që na përbëjnë kërkesë ofertën dhe prandaj ne u ndjem shumë mirë që sot po realizojmë këtë bashkë, pra kemi akoma gati 1 javë gjysmë kohë derisa të mbyllim të gjitha gjërat që të bëhen të gjithë pjesë e këtij eventi të parë. E rëndësishme është që ne do ta bëjmë eventin dhe jemi shumë besimplota që do realizojmë një pritshmëri shumë të lartë. Nuk ka qenë e thjeshtë, siç tha Nerajda, për arsye se në 15 aktivitete që kemi bërë nga fillimi kur u krijua dhe u ideua deri në ditën e sotme, mund t'ju them pa frikë që kemi hecur si të hecësh mbi borë, por kemi kuptuar që në fund kemi shkrirë zëmrat, kemi qartësuar mendimin, kemi hapur vizionin, kemi përmalluar njerëzit dhe kemi kuptuar që të gjithë na kanë ftuar që mbas summitit të vazhdojmë fazën e dytë, fazën e nevojës për të prekur idetë që do dalin nga summiti, për të promovuar vështirësitë që kanë kaluar gratë, se është shumë e rëndësishme që duhen vlerësuar, për të kërkuar ndihma nga shtetet e ndryshme për fuqizimin e tyre në vijimsinë e tyre, për të krijuar këto klubet e për të futur një koncept të ri. Deri dje, gjithmonë bota është parë bota emocionale grave dhe bota e fuqishme e biznesit të burrave. Tashmë ne po ndryshojmë rrjedhjen e ngjarjes, po i bëjmë burrat dhe gratë bashk, që do të thotë edhe një grua është po aq potenciale për të arritur negociata, për të bërë kërkime, ne kemi parë dhe për të zhvilluar bizneset të suksesshëm shqiptare që sot botën po e lëvizin në drejtim të shumë niveleve. Kemi publicitet. Dhe kemi publicitet nuk na lë sepse është pjesë e biznesit dhe ne kuptojmë shumë mirë këtë gjë. Ka energji shumë të mirë këtu në radio. Po fluturoj koha. Po fluturon koha, po flasim për gratë të cilat bëhen bashkë me Global Women Diaspora. Janë gratë të cilat krijojnë lidhjet e tyre, zhvillohen nga ana personale por edhe profesionale, kështu që ky summit që do të vinë në 25 dhe 26 prill ju jep mundësinë edhe ju të bëheni pjesë për të marrë qoftë edhe eksperiencën që mund të keni aty. Ne presim këtë datë, por dua ta pyes pak Claudin, duke qenë që ka shumë eksperiencë pjesë e Global Women. Çfarë do t'i thoje një gruaje që heziton të jetë pjesë e një aktivitet të tillë? Në çfarë vendi mund të takoj këto gra kaq të mira, kaq të bukura, përveç se këtij summiti? Ku? Kështu që patjetër duhet të jenë një që mund të ketë për shembull frikë ose siguri. Unë mendoj që nëse do vi aty do ta kuptoj që frika nuk do jetë më pjesë e saj. Sepse do marri energjinë kështu fluturim thi, ma besoni këtë që po them. Kështu që gjitha këto zonja bashkë në asnjë vend nuk mund t'i gjesh. Ti nuk mund të marrësh kur eksperiencën e këtyre sikur të paguash paratë e gjithë botës, ma besoni këtë. Sepse asnjëra nga ne nuk ka kohë të takohet tek për tek me gjithë secilin, dhe ti nuk mundesh. Atëherë, unë ju bëj thirrje. Hajdeni, provojeni, shkruani ato përshtypjet e bukura, ka i libri përshtypjeve që do jetë aty, dhe ma besoni që kur dini nga aty, do thoni, unë nuk do rresht më se qenë pjesë jo e summitit, po e çdo eventi që do bëj Global Women, se normalisht ne kemi dhe Global Women, po kemi dhe Global Women që kemi tani diaspora. Klodi, duke qenë se ti do të jesh një nga panelistët, jam shumë kurioze të di se cila do të jetë tematikat që ti do të prekësh. Me thënë drejtën, me sa di, çfarë ka marrë vesh vetëm një fjalim, ka thënë Linda, është pjesë e kulturës që unë e dashuroj. Po, që e përfaqëson më së miri. Pjesën e koleksioneve, domethënë të traditës. Unë është era parë që e them, shumë shpejt na kala hapet hoteli. Castle Hotel Butik, që do jetë një butik që nuk është parë ndonjëherë, më besoni. Do flenë njerëzit që do jenë aty, do flenë histori, do jetë një mini muze, shumë i bukur, i shumë kuruar dhe me shumë dashuri të madhe. Kështu që pjesa e panelit pjesa e panelit ka të bëjë me historinë e Tiranës. Është gjë e rrallë, sinqerisht. Është punu për shumë muj, dhe kur të hyni brenda do ta kuptoni që me vërtet është kjo që u them. Ka histori, po. Tani do dalim pak te sfidat. Ida, besoj që keni pasur edhe vështirësi në realizimin e këtij summiti. Një nga këto vështirësi e prekëm, që ishte pjesa e organizimit me zonjat edhe me të gjithë ata që do të vinë nga diaspora, po besoj që ka pasur edhe të tjera gjëra. Shiko, le të themi
vështirësia më e madhe ka qenë koordinimi ndërkombëtar, po flasim pra përtej Shqipërisë, sepse duhet bësh bashk të gjithë njerëzit në kohën e dur, në momentin e dur. Duhet të bisedosh dhe të bësh bashkë dhe për panelet dhe për temat që do flasin, që realisht në fokusin tonë dhe në atë qëllimi që kemi, vërtet të dalit dhe transmetohet ajo që ne duam. Pra, pjesë shumë e rëndësishme e këtij organizimi janë dhe detajet që e bëjnë shumë, le të themi, shumë të bukur organizimin, që ne absolutisht nuk ta bëjmë vetëm. Kemi marrë suportues për këtë, mbështetës, dhe këtu dua të falenderoj shumë një vajzë e cila si në mbrëmje gala që u bë për vitin e ri, që dhe ju ishit pjesë dhe pat, ashtu dhe në këtë summit, ajo është bërë bashkë me ne, step by step, hap pas hapi, duke edhe na duruar në orët e vona, që ne flasim dhe bëjmë këto ndryshimet e momentit të fundit, që na pëlqen kjo, se i heqim këto, vendosim këto, siç janë këto organizime, do të thënë që bën, që është Jerina Lala. E falenderojmë shumë, e kemi shumë gjanë dhe vërtet është një shembull i le të themi i atyre grave që ne duam në klubin ton, që mbështet gruan, dhe është duke mbështetur shumë fuqishëm summitin bashkë me ne. Dhe Jeri e ka të sajën këtë, jo vetëm profesion, po edhe në karakter. Kështu që është goxha lajmi mirë ky, sepse e dim tashmë, unë dhe Lej kemi qenë prezente në fakt në një nga aktivitetet, kështu që e dim edhe përgjigjet. Çfarë do të ishte për ju një sukses i vërtet në përfundim të këtij summiti? Pra do të kemi përfundimin dhe teksa uleni që të bëni të gjitha kalkulimet e qëllimeve. Cili do të ishte suksesi? Summiti nuk mbyllet vetëm thjesht me dy ditët e tija që lidhen me panelet e ndryshme, me bisedat, me dhënien e mendimeve, me rrahjen dhe me diskutimin dhe me debate, ku aty do ketë edhe një panel që unë do ta drejtoj që lidhet me të gjithë kandidatët e ri që si vjet kanë vendosur të bëjnë garë, sepse ne po ta shikoni summitin na ka është futur në mes të fushatës elektorale dhe pikërisht kjo është një 2 ditësh pushimi për të reflektuar fort të gjithë ata që duan të bëhen pjesë e vijimit të garës dhe për t'i thënë edhe qytetarëve atë çfarë mendojnë. Është një mënyrë që duke ardhur aty do kenë mundësi që të marrin dhe mendime që ndoshta në qasjen e tyre nuk i kanë shumë të qarta, po në fund do ketë edhe një mbrëmje gala, e cila do të përfundoj me vlerësimin e të gjithë atyre që na kanë frymzuar. Teksa flisnim, kuptojmë që jemi një ekip vajzash dhe grash, të cilat besojnë shumë ke njëra tjetrën dhe ndoshta është rasti i parë që tregohet që gratë dhe vajzat kur bëhen bashk nuk ka gjë që i ndan. Fakti që ju na hapët derën si të parat për ta promovuar këtë aktivitet, me këtë dashuri që shprehni, me sytë që ju shkëlqejnë dhe me dëshirën sikur jeni dhe ju pjesë e summitit, tregon që neve hapin e parë kemi bërë të suksesshëm, që do të thotë, nëse ti hapin e bën të suksesshëm, fundi është pa diskutim i realizuar. Natyrisht do ketë dhe shumë gjëra për të diskutuar, për të reflektuar, por unë mendoj ka shumë rëndësi nisja, ka shumë rëndësi fryma që do përshkruajmë, ka shumë rëndësi energjia që do transmetojmë, ka shumë rëndësi për të kuptuar që nëse ti do të sfidosh kohën, luftën të gjithë e kemi me kohën, duhet të bëhemi bashkë, pa çka si kemi mosha të ndryshme apo eksperienca të ndryshme, siç tha Klodi, apo siç tha Nerajda, të cilat në një formë apo në një tjetër, në puzzle-in e plot të tyre japin imazhin e plot të forcës së dëshirës për të realizuar objektivat. Prandaj dhe ai libri që do jetë libër i mendimeve dhe i kujtimeve dhe i përshtypjeve. Dhe diskutimi më pas do bëj reflektimin që summiti i dytë të jetë summiti i Global Women Diaspora, si vlerë reale e përgatitjes së Shqipërisë për të qenë pjesë e familjes europiane, duke krijuar edhe atë që quhet produkti Made in Albania, apo duke krijuar dhe mundësinë e tregjeve për transport, për suport, jo vetëm të produkteve, po dhe të mendimeve. Në fund të ditës, tregu i mendimit është tregu më i rëndësishëm, se nëse ti mendon bukur dhe dëshiron të realizosh të ëndër, atëre kufin tashmë janë bërë të thjesht për të kaluar. Problemi është si do të realizosh këtë qëllim dhe çfarë do të realizosh. Ndaj besoj që summiti do të jetë një aktivitet që do mbahet gjatë mend në kujtesë, jo vetëm të grave, po dhe të burrave, jo vetëm të djemve,
po edhe të vajzave, jo vetëm të moshuarve, pra të moshës tretë, të cilët dhe ata do jenë pjesë aty për treguar sa e rëndësishme është vlera e punës si ata kanë transmetuar ndër breza, po. Për transmetimin ndër breza të vlerave që më pas Klodi do t'i tregoj kë kultura trashëgimia, për të kuptuar që ne jemi ata që dëshirojmë të jemi, që kemi objekt për të realizuar jetën tonë në vendin ton apo në vende të tjera, por që e duam shumë rrënjën ton që është gjua shqipe që na bën bashk dhe mendimi ynë për treguar që jemi europian në rrënjë dhe për treguar që standardet dhe cilësinë gratë që janë të forta din t'i bëjnë bukur dhe t'i bëjnë dhe me elegancë. Aty do shikoj dhe eleganca e gruas në gjithë formën e saj. Në gjuhën e suksesit, Klodi? Unë do të thoya në fakt dy momente. Për mua janë shumë të rëndësishme. Ky summit ka zvogluar botën për mendimin tim, sepse ti ke gjithë botën në një sallë. Dhe më thënë kultura ndryshme, përfaqësi të ndryshme, po. Dhe e dyta që për mua është shumë e rëndësishme, ju jeni një augur shumë i mirë. Unë e shikoj këtë summit si fillimin e një kështjelle, se për mua kjo pamje është tani vizuale, dhe nëse ti bazamentin, nëse ti themelet i hedh në mënyrën më të bukur dhe më të mirë, ma besoj që kjo kështjellë nuk do ketë kur, pra do jetë infinit në vite, sepse unë e di që energjia që ne kemi dhe energjia që ato njerëz që na drejtojnë kanë, patjetër që do shtrihet shumë për shumë vite në kohë. Me pak fjalë, gjatë 2 ditëve do të kemi panele shumë interesante, të cilët do të ndajnë eksperiencën e tyre, pastaj konkludimi me një mbrëmje galaj që do të ketë argëtim pafund, edhe le të themi kontakte, duke shkëmbyer numra telefoni dhe ide me të gjithë pjesëmarrësit që do të jenë aty, pra mund të jetë ndoshta edhe për dikë që vjen për herë të parë një histori e nisjes nga diku, pra edhe për ne që mund të jemi ndoshta thjesht me një ide në kokë, mund të kemi nisje në një suksesin biznesat në atë apo jo. Kështu që doja pikërisht këtu doja të ndalesh edhe tek ndonjë histori e vërtet të suksesit, e cila është konkluduar fal Global Woman. Po, në takimet që kemi bërë për të ftuar për të marrë pjesë gra që menaxhojnë biznese shqiptare, por jo vetëm gra dhe burra që vinë në suport dhe në mbështetje të gruas shqiptare, pra në këtë summit. Njëra që më ka bërë shumë përshtypje, tha unë kisha dëgjuar kurrë këtë. Dhe vetëm thjesht me atë që unë i tregova, pra çfarë do ndodhi, çfarë do bëhet, si mund të përfitosh, si ti je pjesë, si të vish dhe të tregosh rrugtimin tënd. Sepse ti ke ndërtuar një biznes, një rrjet biznesi në Zvicër, dhe normalisht tregon që ne jemi të suksesshëm dhe në vende të tjera. Pra, ajo që unë dua, pse dua që të vish, është që të tregosh që ne nuk na ndajnë më kufijt. Dhe prandaj dhe vendosëm që të jemi diaspora, që këto gra apo këto biznese shqiptare të vinë dhe t'i bëjmë bashkë dhe të tregojnë këtë rrugtimin e tyre me sfida dhe suksese dhe të bëjnë shembull frymëzimi për ato gra të tjera të cilat duan të ndërmarrin një hap, janë në çerek të hapit të tyre, të frymëzohen nga historitë ndryshme, por vetëm duke marrë pjesë në këtë klub mund edhe që të avancojnë dhe të shkojnë përpara. Të gjitha historitë që do dëgjohen aty në këtë summit janë frymëzuese, me të gjitha vështirësitë dhe pa filtra, sepse jo çdo gjë mund të shkojë vaj. Historitë janë shumë frymëzuese në klubin ton. Pra jo vetëm atë e di se kam qenë, e dëshmoj. Që kur është themeluar besoj për herë të parë deri tani, ajo që i bën bashkë është vërtet që gratë tek ne marrin mikrofonin dhe tregojnë historinë e tyre. Bën shembull frymëzimi. Dhe nuk ka më mirë se sa një grua në këtë forme mbështet një grua tjetër. Pra i jep pastaj një dorë duke treguar historinë e vet dhe duke frymëzuar në rast. Ka qenë shumë e bukur. Patjetër që po. Ka qenë shumë e bukur dhe ida e mban më shumë mirë takimin në Greqi, kur normalisht kishte edhe njerëz shumë skeptik se duhet i themi cilat janë vështirësitë. Kemi momente kur gratë edhe stepen, se natyrisht gratë janë nikoqerjet e shtëpisë dhe gjithmonë janë të kujdesshme në çdo gjë që duan të bëjnë, qoftë edhe në investimin apo dhe në përfitimin e gjës, dhe ajo që na bëri përshtypje në fund pasi u lodhëm pafund, donim të krijonin frymën, t'i bënim bashkë, vinin nga mentalitete të ndryshme, nga pozicione të ndryshme, në fund vendosëm që secila nga ato të na shprehte nëpërmjet një postimi të vogël, siç era ato kur pin kafen që ke një kështu një dedikim, një bilet, sa bileta, se ishte qelloj që ishte një ditë pas ditës verës, dhe i bëm një kështu urim mesazhi, duke qenë se ne festojmë dhe pjesë dhe traditës tyre normalisht, dhe i bëm një urim bashkë me ato veroret që ja kishim lidhur bashkë. Dhe i tham që po pas këtyre na shkruani përshtypjen tuaj,
për të parë se si ato do ndjeshin në Se si mund jetë, po. event. Dhe po të lexoni ke ajo Instagramin apo ke website-i, ju do maniteni nga Vërtet fjalë shumë bukura. fjalët e sinqerta, të vërteta dhe nga gjendja që edhe po t'ja u them unë, nuk mund ta interpretoj dhe nuk mund ta përcjell aq bukur sa emocion më lan ato gratë të cilat përtej faktit që mbas debatit, diskutimit, se ne mbyllim gjithmonë me një këngë, me një valle, me një rrëfim, me një ngritje shpirtërore, ato kuptuan që për to ajo ditë ishte një ditë komplet ndryshe. Se në fillim menduan mos Me energji të mirë. me energji të mirë, se në fillim Do fillim menduan na shikonin kështu, jo, okay, për çfarë po vinë, se është ajo ideja që për çfarë se nuk e din konceptin realisht. Dhe ishte për herë të parë, prezantohej për herë të parë në Athinë, pra në gjuhën shqipe. Dhe kjo është ajo që ne themi gjithmonë që nuk duhet paragjykuar. Hajde, shikoje, provoje dhe jam e sigurt që Dhe mënyra se si do ndihesh tregon shumë për këtë klub. Sepse ishte edhe kjo situatë, pasi ju e dini shumë mirë që kaq komedia ka folur për diasporën, thanë, po vinë edhe këto për të marrë ndonjë mendim për votën, ndërkohë që ne nuk kishim fare. Me që tjetër gjë. Me që jemi te kjo temë, Klodi, nëse do ktheheshe në kohë përpara se ti të ishe pjesë goxha e rëndësishme e Global Women. Çfarë do t'i thoje vetes tënde? Ke pasur ti nga këto dilema në fillim? Asnjëherë. Sinqerisht. Unë ke qenë all in që në fillim. Do të shpjegoj një moment, më merr Sabi Usmani ka qenë drejtoresh në atë kohë e Global Womenit. E njihja nga një miku Joni Përbashkët, i kisha takuar vetëm një herë. Më merr në telefon dhe më thotë, "Në Toptani, unë dëshiroj që ju të jeni guest e ftuar." Sinqerisht përgjigjja ime ishte po. Ishte po. Patjetër unë kisha parë si vin, kisha parë gjëra se si kishte evolu gjëja, dhe po të them që kam bërë gjën më të mirë, kam njohur njerëz të jashtëzakonshëm, se nuk ka lidhje vetëm me frymëzimin, se ne themi frymëzimi. Janë edhe njohje zemre. Aty ndahen aq shumë gjëra bashk, po aq shumë gjëra që ne japim dhe marrim, sa ju nuk e keni idenë. Neve kemi një jetë të vrrullshme. Vrapojmë gjithë për të kap ritmin, për të vrapu, dikush ke shtëpia, dikush ke kalamaj, dikush ke puna. Unë mendoj që ai është një moment relaksi për ne. Për mua po. Unë ulem aty, dëgjoj, frymëzohem patjetër, por e marr edhe si një e ke kur ti shkon për shkak në një kishë në një xhami që ti ke atë ushimin të shpirtëror, ai është ushim tjetër, patjetër, por ky është një ushim ndryshe. Sepse unë një nga gjërat që dashuroj në jetë është marrëdhënia me njerëzit. Unë nuk jetoj dot vetëm, domethënë një nga gjërat që më të merron është vetmia. Dhe aty ti kupton se çfarë do të thotë, ti je pjesë e atij komuniteti, po që të duan. Nuk je rastësisht. Ma besoni, nëse do hyni aty, do të duan, do ta ndjeni dashurinë që ato njerëz kanë për njëri tjetrin. Gjithashtu Global Women Club ka edhe si fokus kryesor, le të themi, jo vetëm fuqizimin e gruas nëpërmjet samiti apo të gjithë organizimeve që bëjnë, por ka fokus edhe promovimin e grave të suksesshme. Këtë e bën nëpërmjet një reviste shumë interesante e cila quhet Global Women Magazine, edhe të gjitha gratë të cilat kanë historitë e tyre për treguar e bëjnë edhe aty. Kështu që është, le të themi, një komunitet, dua ta quaj kështu, jo lokal, por global, i cili bashkon gratë me një qëllim të vetëm, për të marrë energji të mirë, për të folur nëpërmjet suksesit në Shqip dhe për të krijuar edhe jashtë kufive të Shqipërisë të gjitha ato linjat apo lidhjet që mund të kemi ne për zhvillimin e biznesit. Faleminderit shumë. Ishte shumë e këndshme kjo puntat sot. Më vjen mirë që u bëm bashkë për të ndarë këtë eksperiencë dhe këtë eveniment kaq të rëndësishëm që do të ndodhë në 25 dhe 26 prill Global Women Diaspora Summit. Faleminderit shumë. Ne mbyllim këtu këtë pjesë të parë të programit dhe do dëgjohemi pas edicionit informativ të orës 19. Ja ku jemi, ju premtuam që do kishim atë, the one and only Loredana Brati. Përshëndetje të gjithëve. Mirë se erdhe Lori. Hami Lori, si të duket grupi, ambienti, e ke marrë veten. Kam aq shumë kënaqësi të jem këtu me juve sot, saqë s'keni iden. Për veten time jam akoma kështu si në avion, si në gjendje jet lagu.
Kam qenë shumë ngarkuar mas daljes. Gjëja parë që bëre kur dole, çfarë ishte? Kam futur një gjumë. Atëre kam fitur shumë dhe jam zgjuar duke parë memet e mia. Pas kam dhënë namo. Ke bërë gjën më të mirë. Memet ishin Ke bërë gjën më të mirë që ke parë Mehmet dhe jo komente që ndoshta si kanë qenë komentet. Komentet kanë qenë vetëm pozitive. Mezi kam gjetur një koment negative, thash hajde më. Duhet në një. Edhe që ne shqiptarët mos të themi diçka negative është shumë e vështirë, kështu që është merita jote që je kaq pozitive dhe ke marrë një feedback shumë të mirë. Domethënë gjëja parë që bëre kur dole nuk ishte ta haje djath lopave. Po, ishte nga gjatë e para dhe pastaj gjumë. Pastaj gjumë. Bafti i parë ka qenë buk edhe djath lope si gjithmonë, mbaja atë ritmi. Tani për ju që e keni ndjekur në Big Lorin, mund të bëni edhe këtë lidhjen shpirtërore që ajo ka me djathin, duke qenë se është nga Tragjasi edhe kush ka dashuri për djathrat e di mirë se për çfarë po flasim. Baxhan Tragjas nuk harroj. Pse zemrës time gjithmonë sa vete në Aty e ke lezetin Aty e ke lezetin. Mos e vër më tani. As nuk mendoj më shumë para se të flas me të drejtën, jam shumë e lirshme, kështu që s'do ta ndryshosh se është kthyer në leksik kombëtar, tashmë as nuk thot më harroje, gjithë thon harroje. Ka lezet. Mos e ndro. Lori, çfarë kuptove për veten gjatë këtij rrugtimi në shtëpinë më të famshme në Shqipëri? Jam shumë e fortë. Jam shumë e fortë dhe batutat e mia ecin aty. Jam shumë lezetshëm. Sepse shiko, aty brenda çfarë ndodhte që unë bëja batutat po shumë nuk qeshnin. E thosha, a jam unë janë këta? Janë ata me siguri. Ja, përfundimisht pas kanë qenë ata. Kështu që do kisha dashur të bëja edhe më shumë, të më kishin qeshur pak më shumë. Po, në fakt aty ne e kemi parë nga jashtë, ishte një ambient goxha toksik, edhe Lori jo për t'i bërë qefin se është këtu, por ka qenë një ndër personazhet që i ka dhënë më shumë ngjyra këtij reality show me batutat, me pozitivitetin edhe me gjitha me radhë. Tani që e shef pak më, domethënë ke shumë pak që ke dalë, por që e shef pak më ftohtë. Si do ta përmbledhje në një fjali ndoshta gjithë eksperiencë? Në një fjali. Ka qenë rritje për mua. Ka qenë një rrugtim që mua vetëm më ka rritur në çfarë do lloj dimensioni, por si përfundim, mbas dhe mbështetjet që kam patur mbas kësaj, mund të them që unë nuk ndjem fare gabuar. Si janë munduar njerëzit të më bënin të ndihesha. Edhe ndjem aq mirë që jam kjo që jam. Edhe kam këtë lirinë të tregojmë për këtë që jam pa vënë asnjë filtr. Kush të ka bërë të ndihesh e gabuar në shtëpi? Shko, ditët e fundit jo se nuk është se ka prekur shumë lehtë këtë situatë. Gjithmonë ishte një gisht drejt meje, unë merre bënte edhe për të mirën time dhe këtë nuk e bën diskutim. Po kur e kërkoja që okay, tani stop, do të ndalonte. Nuk po tjetër, kush? Por dhe gocat, e ndjeva edhe nga gocat pak të tendencë që të më nxjenin më shumë si budallaq se sa një person. Kush nga gocat? Lesh për si spakull do. Jam kurioze kush. Realisht, po, nuk e di si gocat, pak a shumë të gjitha, mund të them. Në një mënyrë apo një tjetrën të gjitha. Dhe kompensoj të para që ke takuar. Jo plotësisht apo me urrejtje tamam, por që e kishin. Mendon të shihnin si kërcenim gocat? Po, 100%. Isha ndryshe, sado isha ndryshe nga shumica. Dalloja për këtë, pikërisht për këtë aspektin tim. Për te atyre që ishin brenda dhe mendimeve që kishin ata, të parët besoj që ke takuar kur ndal jashtë, ka qenë familja. Jemi shumë kurioz çfarë ka thënë babai, mamaja, familja të gjithë për gjithë eksperiencën atje dhe si të kanë parë ata. I kënaqur tan. Na ke nderuar, na ke krenuar shumë. Vetëm më thanë që nga tani e tutem me mendjen në kokë. Në ç'kuptim? Të kem kujdes me situata që do ndodhin tash. Marrëdhëniet.
Ta ndrojmë pak atmosferën. Si thoni? Pak. Të dalim një çik Të dalim një çik te Lori. Çfarë nuk dije për veten Lori, përpara se ty jenë big, edhe e mësove pas kësaj eksperience. Domethënë kam shumë nerva. Ti zbulove që je fort, po në fakt mund të kesh zbuluar edhe një tjetër aspekt vetes tënde. Shiko, unë pas të futesh atë në klipin kam thënë që unë kam një damar goxha vlonjat. Ndërsa kam ditur ta menaxhoja shumë mirë, mendoj. Pjesën e nervave thua? Po. Nuk të imagjinoj dot me nerva. Po, nuk të kemi parë me nerva në fakt. Ka qenë disa raste që s'më ka pëlqyer vetja fare, po pastaj thosha ka qenë make-upi. Nuk e di, Lori. Kur shikoja ato klipet në Prime që me pa make-up ashtu që bërtisja. Mi se ti po mos bërtisi nuk gjohesh, kështu që Jo, po duhet të dëgjohesh. Në televizor pak të shikoj. Edhe janë video që pastaj nuk zhduken më. Edhe të paktën kisha dalë tamam dhe kur në Kisha dalë lyer me grim si zonjë. Ke ndonjë pendes Lor gjatë gjithë rrugtimit tënd, çfarë mund të kishe bërë për shembull më ndryshe ose më shumë batuta kaq. Më shumë batuta dhe kisha dhënë akoma më shumë pjesën pozitive. Kaq, për të tjerat gjithçka ka ndodhur për një arsye. Edhe ka ndonjë personazh specifik që ta shtronte terrenin për të pasur momente pozitive dhe që ti vërtet ndihesh e mirë edhe mund të kaloje momente shumë interesante. Kelly më ka dhënë një energji të papar. Me thënë të dhe gocat pastaj që kanë hyrë më vonë dhe grupi të rinjve që ka ardhur më vonë goxha. Por prap unë e kam brenda atë. Edhe sa do e kërkoj vet atë momenti. Prandaj edhe ngjaja si budallaqe me veten time. Jo. Sepse doja ta shpreha në një farë momenti dhe në shumë raste e bëja me veten time. S'kisha më këta bëja tjetër edhe në ato video që dilin. Në cilat raste se thuhet aty e kemi dëgjuar shumë shpesh këtë edicion, po flet për kamerat, flet me kamerat, po i drejtohesh kamerave, duke treguar në një farë mënyrë që e gjithë ajo që po ndodhte e ke për publikun dhe jo për atë që po ndodh në shtëpi. Në cilat raste ti vërtet ke dashur t'ju drejtohesh kamerave dhe mendon se të kanë dëgjuar? Unë vetëm në Prime kisha këtë gjë, me thënë drejtën, që vërtet unë nuk mendohesha shumë për çfarë monologu mund të mbaja në Prime. Dhe ja vetëm të shfryja gjithë atë që unë kisha akumuluar në ditët e fundit. Kjo ishte strategjia ime, le të themi. Për të tjerat shikoni, unë nuk vina në televizori. Unë nuk kam një background i lidhur me televizorin. Unë nuk kisha mësuar me kamera. Unë nuk e kisha këtë gjë që të flisja me kamera. Unë flisa me personin që kisha përballë. Edhe ishte gjithmonë një pikpyetje që a është mirë kjo, a s'është mirë kjo, sepse shkoja të tjerë që e bëni dhe ju ecte. Ndërsa unë pale. E shikon të ardhmen në televizion tashmë dhe vjen nga një jetesë më së shumti jashtë Shqipërisë. Ke qenë në Itali, së fundmi në Londër apo jo, tani nga kjo eksperiencë shikon vetëm në Shqipëri dhe ndoshta pse jo. Unë absolutisht. Pse jo në botën e televizionit? Pse jo? Unë jam gjithmonë që pse jo. Por mendoj se televizori të jep shumë. Edhe pse mos e marr më të mirën ndaj asaj. Po besoj ka qenë një nga qëllimet e tua se secili që futet në Big Brother ka një qëllim, për shembull, gjithë kërkojnë famën në një farë mënyrë, se është normale, se është isha më shumë të pjesa influencerës, me thënë drejtën, nuk isha menduar, nuk isha menduar shumë për pjesën e televizionit. Po tash më që u ndodhë. Tani që mësuam edhe me kamera. Tani që mësuam pse. Me që dhe më pëlqyen njerëzit pse. S'na mungojnë gjë. Viles. Ato që na mungojnë, ato hëtë që na mungojnë. Ato të bëjnë dhe më të veçantë. Lori, cili është personazhi që të ka surprizuar gjatë rrugtimit tënd për mirë dhe ndoshta dikush që të ka lënë një ndjesi jo dhe aq të mirë, në sensin mund të kesh pritur shumë më tepër dhe pastaj të ka bërë një, le të themi, një surprizë jo të këndshme. Më bestoni, unë mendoj se Livia mund të kishte dhënë më shumë. Pavarësisht se nuk kemi patur relatat më të mira kur kemi qenë brenda, por Livia ka nisur shumë bukur rrugtimin. Unë e shikoja, thosha, unë s'pi do të si kjo. Mendoj se kishte nisur dhe kishte goxha logjik. Mendoj se mund të kishte bërë shumë më mirë. Ndërsa pastaj për të kundërtën mund të them Laertin. Të ka surprizuar për keq. Mendoja se mund të bënte edhe shumë më mirë.
Domethënë kishte pritshmëri më të mëdha për rrugtimin e tij në Big Brother. Ke ndonjë raport që ndoshta do të doje ta rregulloje tani që je jashtë ose pas përfundimit të këtij edicioni? Që mund të shohësh që ka hapësirë për të qenë më të afërt, ndoshta efekti lojës apo gjithë trysnia që kishte aty nuk ju la ta shijonit miqsinë apo më duket. Jo, nuk e kam vetëm në nuk e kam Të gjithë duke menduar tjetër gjë por Jo, nuk e kam vetëm në raportin e marrëdhënies tënde në brenda shtëpisë, por e marrëdhënies me të gjithë banorët e tjerë. Pra, ndoshta dikush që brenda shtëpisë nuk është se kishit ndonjë relat mirë, por ti brenda teje ndjeje që vërtet jashtë mund të ndryshojnë shumë gjëra. Shko, me Dani ndoshta, kemi patur goxha grice, po besoj se jashtë unë dhe Dania mund të kemi shoqë shumë të mira. Ti mendon vetëm për shkak të lojës ndodhi e gjithë ky agresivitet? Jo vetëm për shkak të lojës, kanë qenë dhe mohabet e vajzash. Ka vajzës. Por që Kush ishte kurorën vajza më e bukur apo si? Jo, nuk është për atë, po unë prisa nga Dania të ishte pak më shoqe në disa momente kur ajo ka dashur për lojë që të dilte të musulmonte. Ndërsa unë diferencë të saj i kam shëshuar, kam patur sulmet të saj, unë bëja sikur s'kishte asgjë. Por mendoj se ka qenë justifikuar shumica nga pjesa e lojës edhe nga pjesa që të si vajzës. Po ti vetë në fakt ke pasur këtë lloj qasje ndaj të tjerëve, pra nëse për Danjën e ke vënë re që në disa momente nuk ka qenë dhaj shoqe, ti vetë ke qenë 100% e sinqert me të gjithë? Po, mbesoni po. Ke ditur ta ndash lojën nga miqësia apo nga bisedat njerëzore që bënit aty? Unë vërtet instauroja raporte reale me njerëzve, nëse ti më brisje, unë nuk aq shumë. Si ka bërë Rozana, mund të them. Unë nuk do të vija. Aq shumë nga mbrapa, sepse vërtet brenda meje ishte një Ishe e lënduar. Isha e lënduar. Pavarësisht se shkaku që ishim brenda një shtëpie, kishte momente që ne do rinim bashkë, do qeshnim bashkë, të gjitha me radhë, por prapë një afërim aq shumë të madh me Rozanën s'mund ta kisha, se vërtet më kishte lënduar shumë. Do me thënë kështu që Shumë mirë, po ishte lënduar më shumë për të tjerë që nuk e kanë parë Big Brotherin, në cilën aspekt ose në cilën moment që realisht ti u lëndova? Me thënë të drejtën edhe ti nuk i ke kursyer fjalët. Të them të drejtën. Do fliste Janida. Që të dalim në thelb të gjës, e kupton? Sa unë s'po bëja asnjë koment se sa herë flas më therr jon që po. Jo, unë kam thënë, po më kërkove më gjen. Kështu që parasysh të gjë. Kështu që Rozana të ka sulmuar e para se ti ta sulmoje. Po, jo më sulmuar para. Unë vetëm kam marrë distancë. Ka ndodhur në fakt disa momente për plasje shumë të forta, po. Unë prita që ajo të më sulmonte. Në fillim fare kur ka ndodhur ajo që ajo do ikte kështu, thjesht u zgënjeva, mora pak distancat e mia, por pastaj ishte ajo që filloi ti kështu ti ashtu më lidhte gjithmonë me ça bënte Jozi. Që unë ndërkohë në fakt një pjesë e mirë e shtëpisë ka bërë këtë. E ka bërë, po. Domethënë gjithmonë figurën tënde me Loredanën e fillimit e lidhnin gjithmonë në raportin që ti kishe aty. Po e bukur afare është që dhe në debat ma thoshtin këtë. Më thoshtin që ti e gjatë gjithë kohës duke i thënë Jozit që stop, ndërkohë ti ri me Jozin. Po ju a them vetë që mendja më thot diçka dhe zemra po më thot diçka tjetër. Kështu që kam qenë e qartë gjithmonë në këtë pjesë, domos në fillim. Besoj se ti e ke ndarë dhe publiku e ka ndarë që Loredana ka qenë ndarë në dy pjesë në Big Brother. Pjesa parë ku lidheshe totalisht me Jozin dhe ishte shumë nuk po them e ofuskuar, po ishte në një hije tjetër, dhe pjesa e dytë ku doli në pa Loredana, një personazh shumë karizmatik, shumë gasmor dhe që fitoi, kam përshtypjen në atë moment fitove edhe të gjithë dashamirësinë e madhe të publikut dhe që e ke edhe sot. Ti vetë ke bërë këtë ndarje, ke kuptuar këtë lloj ndarje? Që në moment e kuptova. Që kur ndodhi ajo loja me Gjestin, që thash, ça bëra. Tani thash, o da ndrej këtu muhabetin ose s'ka më, sepse ndjeva që kisha bërë diçka që mund të lëndonte jashtë. Thash, okay, tani duhet të nxjerr pjesën time më të mirë. Erdhi koha.
Edhe më plasi cipa me të drejtë. Më plasi cipa ta që di. Vesh të vekju muhabet, tani hajde jepi Lori. Unis si muhabet. Mendon do kishe kap finalin po mos ishe në një lidhje me Jozin? E ke menduar këtë pjesë? Unë mendoj se nuk ka të bëjë shumë ajo pjesë, sepse arrita që të dalloja Loredana Brati nga Josefin Markun. Ishte çështje numrash. Tani se më ka mbetur fiksim Lori. U bë gjithë zalla mahia, doli Krisa, ishte flirtimi i Tirit me ty, u bë një javë tensionuar me debate të forta, me Lorin që po nxirrte në pa gjëra që kishin ndodhur jashtë. Del Krisa, edhe pas ati prajmi ose të nesërmen ti the bateristi më ka flirtuar me mua, ndërkohë Tiri nuk ishte bateristi. Jo, kjo ishte ideja. Ishte solisti. E më mirë ai që këndon, Aty njëri i grupit. ai muzikante. Jo, puna është që të dy. Okay. Pas kanë qenë të dy. Ke mundur të flasësh pas daljes? Më duket, sa më sigur për këtë, po më duket. Ke patur mundësi të flasësh me të dy pas daljes? Gjithsesi, ajo javë për ty ka qenë Nami. goxha e mirë sepse u ngritën tensionet. Kisha të javë. Çfarë adrenalinë? Më kthen adrenalinë pastaj. Përveç e mëngët dhe ti hy. Bjeri ti bie. Jo. Dhe ti hy. Ke Nuk folur ishte me Tirin dhe Krisën pasi ke dalë? Folëm pak dje. Kështu për ciptazin. Okay. Themi. Më vjen keq nëse kam patur ngarkesë mbas dolën. Shiko, ajo Jo, kanë qenë mirë në fakt. Po, nuk kanë qenë keq. Shpresoj që të kenë qenë mirë. Shiko, ajo situata mund të më kishte nxjerr mua aq keq. Por që si përfundim E morë riskun sipër. mora riskun sipër edhe doli për mirë. Ishte një situatë që varet se si do luaj nga ana tjetër. Unë thash, topi ishte gati në mes, bles më shumë nga ana e tyre. Por i penalizoi fakti që ishin shumë të ngarkuar, Edhe agresiv ndaj teje. shumë agresiv ndaj meje, edhe ishin shumë bashkë. Domethënë, s'do t'ja jap shumë meritat vetes për lojën brenda, po unë arrita faktikisht ta prisha fisin. Që kishin krijuar në divanin blu, ata ishin bërë rjesht. Edhe neve që shikonim. Edhe ajo që pastaj filloi të poziciononte njerëzit në mënyrë të tjetër. Krisjet. Po, Krisjet që ndodhen. krisjet, filluan që njerëzit kishin kujdes nga kush po i jepte mend kujt. Edhe po dolën pak më shumë të gjithë në pa për karakterin e vet. Se në atë moment ishin shumë të udhëzuar nga çfarë thoshte Gjesti, çfarë thoshte Rozana, që ishin dhe themi kokat e grupit. Vim pak edhe tek dasma e vitit midis Gjesit dhe Eglit, prezenca jote si tu duk na trego pak. Dhe pse ishe me fustan të bardhë, Loredana? Si ishte atmosfera aty brenda dhe çfarë ndjenje ke ti? Që është e lezetshme. Shumë e lezetshme. Jepi Lori, fustani? zbrazo. Tani ishte shumë nice. Me fustan të bardhë. Ti dhe vjera Jennifer Lopez mund të vishë me fustan të bardhë në Ja, dasma. fiksun dhe ajo. Dasma ka qenë shumë e lezetshme. Na tregon një detaj që s'kapëm nga kamerat. Jo, faktikisht mund të them që pash Gjestin goxha të lumtur. Nuk kisha parë asnjëherë ashtu, nuk e di se që kishte hipur një nur. Nuk e di ishte nga Afrika apo Apo e dashurisë. Mendon që ka një Po, dashuri të dashuri. vërtet mes atyre dyve? ka, po dhe s'ka. O Lori. Lori, a mendon që je ndjer? Po edhe s'ka. Lori, mendon që në momente të caktuara mund të kesh qenë e keq kuptuar gjatë rrugtimit tënd? Ua, ajo ka qenë arma më e mirë që lija njerëzit të interpretonin. Si të donin. Si të donin atë, jo bisha ka qenë për mua sa penges. Për shembull, muhabeti Bajram Curi s'kam vjetur një javë, se kisha frikë se ishte keq kuptuar ky muhabeti im që Ai ishte memja. Ishte shumë big mos më deal, thoni, Lori. Mos më thoni sepse kam ngelur aq keq. Edhe më erdhi keq edhe që thash që nuk kam shkuar ndonjëherë dhe gjati akoma më keq, por unë e kisha muhabeti krejtësisht ndryshe.
Për mua ishte që në atë moment çfarë po bënte Jozi me Valbonën. Po i referohesh e pjesës së veriut apo traditave? Po përmendi burrneshat, burrat me 55 r. Edhe ajo që po bërin atë moment ata s'kishte lidhje. Edhe prandaj po thosha, shiko, burrnesha e burra janë barem curk. Kjo që po bëni ju, nuk është se ka shumë lidhje. Kaq ishte. E gjitha. Mo beti barem currit. Mi se ka nga ata që Baran Currin e kam bërë këshërim, Olti Currin, kështu që ka më keq. Vërtet, të dhja këtë, no. Jo, faktikisht kjo ka qenë e gjitha, ka qenë thelbi i gjës, nuk doja të brisja asnjë biles, ishte për të ngritur Baran Currin, jo për ta ulur, sepse nga ty ka dalë shumë burrnesha dhe shumë burra që unë, dhe që jam lindur jashtë, jam rritur andej, prapë di që Baran Currin mbahet për burrnesha dhe për burra. Është pjesa e traditave të veriut, po. Kam parë shumë dokumentar rreth asaj, nuk do doja kurrë të dilte sikur unë po e ulja asnjëherë në botë. Lori, na trego komentin që të ka bërë më shumë përshtypje nga njerëzit e thjeshtë që ke takuar në rrugë, që kanë ngelur në mendje. Çfarë kanë thënë diçka? Po shiko, faktikisht dije isha në rrugë, edhe doja të kaloja rrugën, nuk e di mund ta them këtë, por jo të vijat e bardha. Sigurisht nuk ta thuash. Si e bëre të krim. Të vi rendo, Të vi rendo, vazhdoj. Okej. Edhe erdhi një burr moshatar më tha mua, asnjëherë ta bësh më ti këtë. E di kush je ti ma bëri. Ti do shikosh, do ruash makinat 1-1, kur të shikosh mos të ketë asnjë makinë në rrugë, atëherë do kalosh rrugën. Ta them. Të vi rendo da. Ai të njohu apo? Po nga që më njoh, po. Domethënë mos e vill veten tënde në rrezik se je bobe, më tha mua. Oh, nice. Edhe nga një burr moshatar më mburr zemra aq shumë. I moshuar. I moshuar. Se moshatar i bie pjeca aty. S'ka gjë. S'ka gjë. Gata vazhdoj. Besoj e ke kuptuar dhe ke lezetin edhe. I bën dhe një çika stile. Jo, betoj janë shumë spontane. Nuk e di po. Jo, më thoni vërtetën. spontane, po. Mu më duket shumë spontane, je shumë e lezetshme. Lor, si do ta përshkruaje gjithë eksperiencën apo lojën tënde apo strategjinë tënde, quaje si të duash, me shumë pak fjalë brenda shtëpisë. Kur rafsha mos u vrafsha. Po në fakt ka patur dhe momente që je vrar. Jam vrar. Më kanë prekur shumë situata, më kanë prekur. Por pastaj në cila pjesën time luati, si pastaj filloja prapë të qeshja. Se kam këtë gjë që çaj apo më rëndon shumë. Pastaj fusim mendje të lehtë dhe filloj të qeshi. Nuk dua asnjëherë që kam që të ngarkohesh me negativitet. Strategji mendore kam këtë se s'dua asnjëherë që të më cënohet pastaj shëndeti mendor dhe psikologjia ime. Nuk dua të më brasi ai shumë, se pastaj aty brenda arri mendohesh shumë thellë gjës, edhe dia do më çonte më shumë për keq se sa për mirë. S'kam atë Kjo është strategjia I ime. vrarë me literalisht të pishina për shembull, ke marrë veten nga pishina? Unë nuk u vrava shumë. Nuk e di pse më shpreh ajo pjesa, po më ka ngellur shumë qefi. Unë jam edhur, do të thënë do idhesha. Po. Isha shumë afër asaj, po thashë diça ta lë fare. Elena ajo, e mendoj këtë. Po ta lë fare. Le të vrem tamam. Dhe kurash, më qeshja. Kur isha po Duket sikur po qaj. Duket sikur po qaj, më Edhe gjeshja, atash si ato mamët. Atash do vritesh, atash. Pastaj un po prisa ta afroja, pa i kafsha, por rinte goxha larg. Edhe unë kështu me cep të sytë po prisja. Gjesti. Po prisja që ta afroj. Kur pastaj afroi një timas, pidi nga dora unë dhe me vrap. Ishte si një kampion olimpike për hedhje për së gjatin kështu. Keni pasur momente shumë të bukura në fakt brenda shtëpisë. Edhe besoj kjo do të ngelet një nga eksperiencat më
Më interesante. Unë do doja që mos të mbaronte. Unë do isha gati edhe për 4 muaj të tjera, me thënë. Ah, okay, do ta riprovoj edhe një herë, nëse të jepet mundësia. Do të jemi një apurim gjatë Lope. Jo, do ta jemi bëj edhe një brother, herë. Brazil, Kolumbi, Paraguay, Uruguay, më mirin telefon se më janë gati. Të rifutet edhe një herë. Jo, Lor, vërtet, më ka pëlqyer shumë. e ke shijuar si eksperiencë. Kishte më mirë. Ti besoj tani që ke dalë, ke parë të gjitha këto aludimet që mund të bënin njerëzit kur ti ishe kokë me Livian, që mund të ekzistonte mundësia që mund të bëjë një shkëmbim me Grande Fratello në Itali dhe njerëzit filluan. Edhe unë mendova këtë. Po aludonin dhe po shpresonin që ti ishe personazhi që do shkoje në Grande Fratello në Itali. Po ata e kanë një 7 muaj më duket Bigon. Kështu që pas ke qenë në rregull edhe nëse do ndodhte, domethënë. Unë kisha Ke qenë paramenduar gati. që isha gati. Por e dija që do ishte nga fundi, sepse dija që kishte filluar që në tetor Grande Fratello andej. Zbajta. Nga di pak, thash ku zbajti ajo. Mos vajti Livia. E mendove? Jo, shiko, do kisha vajtur nëse do ishte për maksimum një javë, pastaj do kthehesha te Shqipëria ime. Te Shqipëria jote. Te Shqipëria jote dhe tek Tu më shijoj më shumë, pastaj ishte edhe momenti që fillova dhe të jepja gjeneratorit. dhe bëre shumë mirë se na ke dhënë momente shumë pozitive gjatë qëndrimit tënd, por në fakt u largove në gjysmë finale. Ai kisha menduar ndonjëherë që do shkoje kaq gjatë. Livia më thoshte gjithmonë që ti e ke për shprehjen se kur flet italisht ka shumë lezet. Po. Por në fillim fare nuk e thosha italisht, por nuk i ktheja dot shqip. Edhe kjo gjë Livia ma kuptonte. Po, se dhe ajo vjen nga Italia dhe Livia. Edhe më thoshte ti do të vesh te Grande Fratello Italia. Më thoshte vet. Si përfundim, shkoj si shkoj. Ishte më mirë këtu, besoj. Vajte deri në gjysmë finale, e kishe menduar që do zgjatësej kaq shumë. Jam shumë e kënaqur, nuk e di. Vërtet jam aq shumë e kënaqur, nuk e keni iden. Nuk e keni iden. Më pëlqeu dhe do të thënë fakti që doli kjo ana ime, s'do ja kisha falur vetes kur që mos të kishte dalë kjo ana ime. Do kisha dalë në fillim për shembull. Kisha vajtur në Japoni tjetër. Unë uroj që ta ruash këtë pozitivitet që ke dhe këtë çiltërsi që ke edhe për shumë gjatë tani nga pas, sepse ndodh paktën unë dhe Jon që e kemi kaluar atë si eksperiencë dhe kemi njohur shumë nga ata të tjerë që e kanë kaluar dhe ndodh një proces metamorfoze të gjithë atyre personazhe që janë brenda dhe kur dalin dhe hasin me realitetin kanë një lloj tjetërsimi si njerëz, si karaktere, si domethënë kanë një lloj formati vipëzimi që i kap dhe nuk i lëshon për shumë gjatë. Kështu që ti me këtë çelësi që ke dhe me këtë thjeshtësi që ke, uroj ta kesh për shumë gjatë sepse do të ndihmoj shumë edhe ta vazhdosh të rritet dashuria që publiku ka për ty. Po besoj që me këtë atitudë që ke, kështu do vazhdosh ti. Okej, Arbor. Inshallah si u lodhem. Jo, vetëm ti që nuk lodhem. Vetëm atë mos mbaj, sepse nëse vazhdon të kesh këtë qasje, le të themi ndaj publikut apo intervistave. Ta keni parasysh. Dhe bën shumë mirë që e vë, sa aty e ke lezetin e tham deri tani. Megjithatë jemi drejt finales madhe, drejt një rrugtimi që do të konkludohet edhe do të përmbyllet me një fitues. Fillimisht do kisha shumë dëshirë që të më bëje le të themi një përshkrim të shkurtër për të 4 finalistët dhe më pas si e shehti fronin final, domethënë edhe përballjen kryesore. Duke qenë se ke jetuar me ata për shumë gjatë me të 4-t. Tani, unë mendoj se nuk janë ato 4 që unë kisha menduar faktikisht. Cila ishte 4-shja jote? Ja, se them. Semi, tani kam mbaruar, nuk do të mbaj natë Të njëri. tjerë do thoshte Lori. Jo, domethënë tani e them. Po. Tani mbas kësaj. Se tani kam mbaruar dhe Që nuk shkojnë mbështetjen, po, deri para disa ditëve nuk kisha imagjinuar ndonjëherë. Unë isha jo tani, jo pastaj do të gjithmonë. Por tani thosha, tani që shkoj mbështetje thash pse jo. Po ishin 4, it's okay. Gjesti do të ishte me SSB-n, Rozana do të ishte me SSB-n, të mund të them. Të dy kanë dhënë lojë, por do t'i jap pak më shumë merita Gjestit sepse ai e gjeti shtëpinë në një gjendje shumë apatie të rënduar. Ai ja dha krisjen, ai ja dha lëvizjen.
të tjerat jo, asun nuk u tregova zonja, ju tregoi Zoti. U tregoi Zoti gjetë mënyrën e vet e i dha mori drejtim tjetër shtëpia në momenti që ai ka hyrë. Po, u lëvizën goxha ujërat. Edhe pa mundu fare, sepse thjesht që ai është futur, edhe pa bërë asgjë, se s'po bënte asgjë, ato 3 ditë e para ai s'po bënte asgjë, prandaj dhe Egli ju afrua sepse pa që Po e sulmoni në fakt kur hyri. po e sulmoni dhe ai s'ishte të bë sen. Si thot ai. Edhe arriti pastaj e ndryshoi të gjithën. Ai ishte shumë i urtë, edhe ishte gja Në sulm të të gjithëve. të gjithëve. Po. Pastaj e ktheu si deshi vetë. Pra për ty podi final është Rozana dhe Gjesti. Podi final është Rozana. Diçka shumë të shkurtër për të katërt. Dhe sikur Laerti, nuk mund të them që ka bërë një lojë të keqe. Ka bërë një lojë të mirë, edhe sikur ka dhënë një shembull të mirë. Ti nuk ishe te grupi gocave që ju gjuan të Laerti, jo? U distancove. Jo, isha për një gjë shumë të vogël, por edhe aty unë e ëngra të natë. Sepse ishte pak, nuk do të them shumë organizuar, po që ishte organizuar. Nuk do ta them, por ishte. Okej. Tingëllon shumë keq, po kur bën 4 veta, diskutojnë 4-5 veta, diskutojnë ai shumë për një gjë, edhe fillojnë shtojnë çik të jat, çik andej. Fillojnë bëhet një sulm i organizuar, kështu që Po për Eglin, çfarë mund thuash për Eglin? Për Eglin ka dhënë histori brenda shtëpisë. Nuk mund t'ja mohojmë këtë në mënyrën e vet, që është për të mbështetur apo jo, prapë ka bërë. Por që mund të them që Gjesti ka ndihmuar shumë. Për lojën e vet. Ka ndihmuar jashtëmasë shumë. Edhe për finale. Po. Po, absolutisht po. Gjesti, sipas meje Gjesti ka çuar. Pra për fitore komendon, pak a shumë nga ato që the Gjesti. Gjesti. Po e tha edhe kur doli nga shtëpia. Nuk sikur të dilte më shumë për çështje shembulli, do thosha Laertin. Po për pjesë loje, dinamika, edhe të gjitha ngjyrat, se më pëlqen të shkoj një fitues që i pati të gjitha ngjyrat. Si Rozana për shkak do. Ti ke patur në fakt marrëdhënie. Dhe Rozana ka bërë, por në një djalë 24 vjeçar është më e papritur. Ti ke patur marrëdhënie goxha interesante me Gjestin. Domethënë keni patur përplasje, po dhe momente shumë të bukura bashk. Ishte një si e mbajtën kurrizme taka një herë, këtë dua të kuptoj. Peshe lehtë. Na Vlora më buron energji nga brenda, nuk pyes shumë. Gocra gjasi do mande gjasi. Si arritu me djave. Bulmet. Domethënë keni patur një marrëdhënie me momente goxha interesante me njëri tjetrin. Unë ai kemi qenë miq, më thënë vërtet. Unë prandaj edhe kur bëheshin lojrat apo ai më sulmonte për në dasëm të ftoj ai apo ai keq, që maceronte ai shumë sepse i thoya, unë kam shok, pse neve jemi shok, edhe aq bukur. Unë ndjeja që neve vërtet kishim një lloj energjie bashk. Që na bënte mirë. Sepse kur të gjithë ishin të shtrinë në tokë, neve dyja fosim dy ballëqe dhe qeshnim me lot. Edhe na ndihmonte kjo gjë, kështu që ti vapse më sulmo, se s'ka lidhje, edhe të arrish të thuash që un kam patur diçka më tepër ndaj teje. Ishte kulmi. Sepse ishte vërtet mbajtje loje e njëri tjetrit. That's all. Okay. Mbajtje energjie e njëri tjetrit. That's all. Kjo pjesa e afeksionit që mund kishe ti ndaj ti. Po, se ka qenë reciproke. Ka qenë reciproke 100%. Dhe nga ana se dhe Gjestim ka ardhur shumë herë mua, dhe për të më ndihmuar për lojë, me të drejtë. Kur ishte pjesa e Olës, për shembull, ai vinte me gjithë sinqeritetin dhe unë ato që ka bërë në atë periudhë që ka qenë më e vështira për mua. E ka bërë për lojë, se ka bërë për lojë se di, ama e bëri. Edhe kërkonte të më udhëzonte në disa pjesë. Nuk ja hedh poshtë kush, nuk ja hedh poshtë kur nuk ja moj. Të mira që më ka bërë një njeri gjithmonë i mbaj mend brenda vetes dhe nuk i Do të thënë nga kjo eksperiencë ke marrë me vete mesazhe të bukura nga publiku, mirësi, që do t'i vazhdosh dhe jashtë, ndoshta ke marrë, le të themi, edhe ndoshta një burim energjie të ri që nuk e kishe parashikuar edhe mund të të shërbejë në të ardhmen, ndoshta edhe për profesionin tënd, apo jo? Inshallah, po. Sigurisht po.
Ne ta uroj me gjithë zemër Lori. Je shumë pozitive, besoj e vure re edhe energjinë e mirë që sollen Top Albania Radio. Edhe që më mbaj të ty faktikisht, se unë dua edhe dikush të më mbaj. Edhe Shikon, po më kishte që me mirë, neve Big Brother, do kjo kishte bërë studio qef. është shumë bukur, shumë bukur, edhe ju jeni ngjyra e kësaj studioje. Faleminderit shumë Qoftë me Lori. ngjyra. Jemi në fund të Pardon My Friends, shumë Dhe mos suksese harro Lori. fakt, Suksese, edhe lartë me lartë. Mos harro moshatarin tënd. Gjithmonë ke vizat e bardha. Jemi në fund të programit, kalofshi sa më po të bukur. gjitha. Dëgjojmë të mërkurën tjetër me Pardon My Friends. Ciao, Edhe ciao. mirë Ciao, prapë, ciao. mua. Po, Ciao. kur të duash, kur të duash. Do bësh dhe ti ndonjë këngë. Me këtë Ta sens që prezantojmë, kam ta unë, prezantojmë në radio, ta prezantojmë në radio. Dëgjojmë të mërkurën tjetër, Lorin do ta presim sërish sa herë të ke dëshirë të vini Je të shumë e studio. mirë Lori. Ciao, Ylli. ciao.